Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë së Shkodrës kanë proceduar penalisht administratorin e njësisë Bërdic, 47 vjeçarin me inicialet Hexhë banues të Trush, pasi ka goditur me grush një 44 vjeçar me inicialet KP për motive të dobta. Ndërkohë, në vijim të informacionit të dhënë për aksidentin rrugor në Koplik Bajz, specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor nisën procedim në gjendje të lirë për 55 vjeçarin me inicialet AV banues në Iran, pasi duke drejtuar automjetin dyshohet se për shkak të një manovre të gabuar ka përplasur një tjetër automjet që drejtohej nga një 20 vjeçar. Ka aksidenti u dëmtuan të dy drejtuesit e mjeteve që ndollën në kujdesin e bluzave të bardha. Specialistët për hetimin e krimeve referuan materialet në prokurori për 2 raste, në fshatin Grudere, razjarë një banes ku dyshohet për rrjedhje së gazit nga bombula, ku përpasoj janë shkaktuar dëme materiale, ndërsa në lagjen Skënderbeg ka rënë zjarr, po sërish që dyshohet nga rrjedhja e gazit, ku edhe në këtë rast ka patur dëmtime materiale. Në Vaun e Dejes, në fshatin Paqram, dyshohet se aksidentalisht ka rënë zjarr në një stall baktish që nuk përdoret prej vitesh, në pronësitë e një 66 vjeçari banues në Bushat. Për këtë rast, materialet i kaluan prokurorisë për veprimet mëtejshme.